sot jemi mbledhur këtu për ta ngritur zërin mbi një rrezik që prek jetën tonë dhe çdo familje tetovare. Shitja ose privatizimi i ujësjellësit pas zgjedhjeve. Uji është një pasuri që nuk e kemi krijuar ne, që na është dhënë nga Zoti dhe që e kemi detyrim ta mbrojmë. Informacionet se komuna po përgatitet të jap me koncesion privatit ujësjellësin është një alarm i madh. Ne këtë nuk do ta lejojmë me asnjë kusht. Gjithmonë kur privatizohen pronat dhe shërbimet publike, qytetarët pësojnë. Këtë e pam me rastin e Saubermaher, monopolit, ndriçimit publik dhe parkingut të qytetit. Kudo që futen interesat private, qytetarët paguajnë më shumë dhe marrin më pak. Mira qytetar përfundojnë me fatura të gabuara dhe me lëndë në përmbarues. Ne si Lëvizja Më Mirë për Tetovën kërkojmë që ujësjellësit të mbetet ndërmarrje publike nën përgjegjësinë e komunës. Menaxhimi i tij të bëhet me transparencë, profesionalizëm dhe me plane afatgjate për përmirësimin e rrjetit. Të gjitha subjektet politike të nënshkruajnë një memorandum ku garantohet se ndërmarrja e ujit nuk do të privatizohet. Komuna rregullisht të raportojë publikisht dhe me transparencë për gjendjen financiare dhe investimet në këtë sektor. Nuk ka vota për asnjë kryetar komune që bën pazare me ujësjellësin. Uji nuk privatizohet, privatizimi i ujit nuk kalon.